Sa i përket ndeshjes, ishte një ndeshje fantastike. Të kthehemi te sporti. A e bluajti Franca Senegalin apo jo? Franca është kampion bote, këta mujnë me lujt me zveti. Atë kvalitetin që e pashte Franca, është na sot e kemi pa kandidatin potencial, ata që ka mas shumëti gjasa përqindje me dal kampion bote. Deri tani, nga gjitha të Se kemi pojnë dhe Argentinën? Unë shfrytëzoj rastin vajzës të Anilës është me Francën, e da Francën. Ja urojmë gjithë Anilës. Ja urojmë gjithë Anilës, e përshëndetje Anilës. Anila, jemi me ty. Anila, le blu, le blu. Për shkak të Anilës jam tifoz i Francës. Është, Blanc Këqin. thash, dhe kom pas vetë, thash, bab, se e me Francë, tha Parisi, thash, qyteti modës, më pëlqej, moti e kom pas vetë, që kur ka qenë fëmi. Bab, thash, okej, super, bënu me Francën. Edhe Mbappe, e do se tash Mbappe na ka ardhe në Real Madrid, Po. kështu që ja uroj edhe Diegos dy gola i boni Mbappe, po na jena me Argentinën, tash jena 50-50, Francë-Argentinë, këtu jena. Pjesë të tifozëve që kanë nënshkruar peticione për me largu Mbappena jeni Për me mbojt në Real. me mojt. Unë për vetë jam me Gjermaninë. Kushtrim, Ne me bashkë. kushtrim, Ka marrë malli për Gjermaninë ty. fajt e Real Madridi ka qenë të treneri, do me thonë, nuk ka qenë të Mbappe të këto se tifoz janë tifoz, por realisht në Real Madrid trenerat e ri nuk A kanë keni bukon. mirëprit pra ardhin e Mourinho's tash. Absolutisht, riktimin. absolutisht. Trenerat në kohë të krizave, Trenerat maj. trenerat Dëshmum. dëshmun, trenerat me eksperiencë, do me thonë, e zgjedhin problemin. Edhe Senegali ishte fantastik. Bilem pjesën e parë në momente ishte Fantazi. ishte në momente më i mirë, ndoshta pjesën e parë lujti më mirë se Franca. Dy raste të mira ka pas. Por me kon Kjo ndosë sepse lojtarët e Senegalit janë rritur në për akademitë franceze. janë rritë në paraj luajnë në kompeticione serioze, kanë predispozita fizike të jashtëzakonshme, por që kampionatin botnor e fiton ajo skuadër që ka mbrojtjen më të fortë, e unë konsideroj që Franca e ka mbrojtjen larg më të fortë për këtyre kombëtarëve tjera. Okej. Ndeshja sot me tregoj që Franca, edhe unë mendoj në bazë të parametrave do të jetë kandidati kryesor se pam përpos atmosferës brenda në grup që ishin të gjithë luftonin edhe gjatë shënimit golin shihen disa faktorë